Shoni që, shu sa të mira. Do t'i presim në copa dhe do t'i marinoj me kri, piper, hudhër, trumës, lëkur limoni, vaj ulliri dhe Worcestershire sos. Tani do t'i shtrojmë në tepsi, do t'i jedhim pak fare ujë edhe do t'i pjekim në furn në 160 gradë për rreth 3 orë. Gjatë pjekjes do t'i lagim her pas here brinjët me lengjet që do lëshoj. Tani do përgatisim një salcë barbecue me ketchup, mustard, Worcestershire, uthull, vaj ulliri dhe paprika. Me këtë salcën do lyejmë në fund të pjekjes brinjët e viçit para se t'u japim faqen e fundit. Edhe në këtu më sep që ta përzijmë që me lemon. Që ose mbulluar nga salca. Brinjët tani janë bërë dhe janë gati për të shërbyer. Shiko sa të mira që të bërë. Brinjë viçi me salcë barbecue. Tjetër gjë t'i shikosh dhe tjetër gjë t'i shijosh.